Përshëndetje, sot do të flasim për lizët bashkërenditëse. Lizët bashkërenditëse janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës që shërbejnë për të lidhur dy gjymtyr ose dy pjesë të një fjalie, të cilat janë të barabarta ose homogjene. Lizët bashkërenditëse ndahen shtuese, veçuese, kundërshtuese dhe përmbyllëse. Lizët shtuese janë as, dhe, edhe, si edhe, hem, si ashtu, dhe, e. Para lizave e dhe edhe nuk vihet presje. Ndërsa para lizave që janë të dy fishta ose të përsëritura vihet presje. Veçueset: a, apo, o, ose, ja, ndo, qoft. Para lizave a, apo dhe ose nuk vihet presje. Ndërsa para lizave të përsëritura ndo, qoft vihet presje. Lizat kundërshtuese janë kurse, megjithatë, teksa, megjithkëtë, mirë po, ndërsa, porse, veçse. Para gjithë këtyre liza vihet presje. Lizat përmbyllëse janë ndaj, prandaj, pra. Shembuj me fjali me liza bashkërenditëse. Ju mbetët të zgjidhni një nga dy rrugët, o të vini me ne, o të qëndroni këtu. Pjesët e kësaj fjalie janë veçuese, lidhen me lizat o. 2. Është fillim nëntori, por koha ka marrë për keq. Pjesët e kësaj fjalie janë me lizë kundërshtore, por. 3. Ishte i lodhur, prandaj e zinte gjumi herët. Pjesët e kësaj fjalie janë me lizë përmbyllëse. 4. Motrat dhe vëllezërit u mlodhën së bashku. Këtu liza bashkërenditëse dhe lidh motrat dhe vëllezërit lidh dy gjymtyr të një fjalie. Lidhen me lizën shtuese dhe.